pavarësisht qëndrimeve qesharake, është e qartë që avokati i popullit takon opozitës. Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rrëmbeni avokatin e popullit. Por kjo nuk është ndonjë çudi e madhe dhe nuk duhet na habis, sepse tani që ne flasim këtu në këtë sallë, në një sallë tjetër po vendoset kreu i Spakut, kreuri i Spakut. Dhe aty janë mbledhur të gjithë ambasadorët, nuk ka vend për gazetarët, sepse kanë frikë se ju rrëmbeni edhe kreun e ri të Spakut. Imagjinoni se çfarë poshtërimi që po ju bëjnë ambasadorët, që po i bëjnë kësaj maggioranze. Kështu që ftoj kolegët opozitar ta pranojnë se s'kemi çfarë të bëjmë, e kanë vendosur ta rrëmbejnë, janë lojra të ulta, të vazhdojnë ta bëjnë. Tani, diçka tjetër, zoti kryetar, më pak e rëndësishme kuptohet se rrëmbimi i kreut të Spakut. Kam kërkuar një interpelancë, keni thënë që interpelanca është sot. Ju kemi pyetur nëse do jetë kryeministri apo nuk do jetë kryeministri. Akoma nuk keni dhënë një përgjigje. Nëse nuk është kryeministri, zoti kryetar, kërkoj që interpelanca të shtyhet. Sepse kjo praktika juaj për të shmangur ballafaqimin është në shkeljet rregullores. Rregulloria është e qartë, zoti kryetar. Ne kemi të drejtë të kërkojmë interpelancë ose me ministrat ose me kryeministrin. Qa kuptimi ka nëse kryeministri mund të zgjedhë të delegoj një ministre? Se unë po të doja interpelancën me ministren Koçiu, ajo ma tregoi herën e fundit. E marrë telefon, më merr telefon, tha. Nëse ke ndonjë hall, më tha më merr telefon. Unë e merr janë telefon. S'kam nevojë të bëj interpelancë me atë. Unë kam kërkuar interpelancë me kryeministrin. Është një drejtë që më takon sipas rregullores, në asnjë gërm të rregullores nuk është shkruar që kryeministri mund të delegojë dikë tjetër. Se çfarë kuptimi ka? Hiqeni atë, ndryshoni rregulloren që kryeministri nuk e kërkon dot. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Topalli. Nuk funksionon me pyetje përgjigje. Ajo kërkesa juaj. Po. Dakor pra. Unë nuk përgjigjem kur dëshironi ju. Do vazhdoj procedurën dhe do t'jap edhe përgjigjen e pyetjes. Në lidhje me rendin e disë, zoti kryetar, keni fut këtu për të votuar një propozim që juridikisht nuk ekziston. Keni futur për të votuar një emër për cilin janë tërhequr të gjithë firmat. Tashi do ju bëj ju një ftesë publike si kryetar kuvendit, nga një ish kryetar kuvendit. Përpiqu t'i thosh këshilltarëve tuaj, a ekziston në historinë e 3 dekadave të parlamentarizmit një rast që të hidhet në votim në seancë plenare një kandidat të cilit janë tërhequr firmat? Nëse ju gjeni një në 3 dekada, unë ju kërkoj ndjesë. Përveç kësaj, ju keni një ligj me cilin funksionon Kuvendi i Shqipërisë, dhe ajo është rregulloria e kuvendit. Nëse ju lexoni nenin 72 të kësaj rregullore, aty është shkruar qartë, kthjellët, pa asnjë mundësi për të interpretuar që në rast se deri përpara fillimit të seancës plenare dhe votimit në parim tërhiqet iniciativa, nuk mund të fusesh në rënd të ditës një emër të cilës janë tërhequr firmat. Ky parlament ka një memorie historike. Ju nuk mund bëni sikur çdo gjë ka filluar në momentin që jeni ulur ju në këto karriga. Zoti Klosi, gënjeni. Nuk është e vërtetë se keni kriju ju dhe keni shkruar ligjin për ombudsmenin. Ligjin për ombudsmenin e ka shkruar dhe e ka votuar Sali Berisha vite më përpara. Ju gënjeni kur thoni që ja keni dhënë opozicë. Ju keni pas avokat të popullit, deputetin ju tuaj socialist. Ju gënjeni kur thoni se drejtësia është e pavarur. Ja, këtu keni deputetin që e keni pas për vetingon. E keni përdorur për të hequr të gjithë ato që mendoshit se nuk ju shërben ju dhe pastaj e keni ba deputet.
Po, e keni bash shërptor të pushtetit. Ky nuk mund t'jetë avukati i popullit. Ky është avukati i pushtetit. Dhe nëse as avukatin e popullit ju nuk e lëshoni, mas i keni marrë dhe keni uzurpu të gjitha institucionet të ashtu quajtura të private, po kjo është narkoshtet, absolutisht është narkoshtet. Kjo është vetëm narkoshtet, që nuk ngopet kur me një majorancë të vjellur në votat e kaluara. Faleminderit, zoti Balla. Kam kërkuar fjalën po një replik, po do ta hym në Po, zoti Klosi replik. Josefin, të gjithë respektin për ju, më vjen keq që u detyruat të mos tregoni të vërtetën. Ligji për avokatin e popullit është miratuar në datën 4/2/1999, ligji mbi cilën funksionon. Ligj i cili i dha mundësin këtij parlamenti që avokatin e popullit ta zgjidhë me 84 mandat. Pra është krijuar mbas Kushtetutës 3. Dhe ne të dy, Josefin, unë dhe ti, kemi qenë negociator të 2001-shit, kur kemi negociuar marrëveshje ndërmjet dy kryetarëve të partive, e cila qëndron mbi atë filozofi që thash, të dorëzojmë pushtet për të bërë shtet. Presidenti i Republikës dhe dakordësia për avokatin e popullit është bërë në atë marrëveshje ku dikush tjetër koleg ka qenë aty prezent, përfaqësuesi OSBE-s, dhe është vullneti i mazhorancës socialiste, që vjen dhe sot. Por ju bëni përsëri një gabim trashanik. Ngatroni procedurat për paraqitjen e ligjeve me procedurat për paraqitjen e mbështetjes për kandidat. Çfarë do të thotë? Jo, nuk është fare një lloj. Ligji e thot qartë çfarë do të thotë mbështetja për kandidat. Deputetët paraqisin firmat, kandidati hyn në proces, nuk e lidh firmën e deputetit me kandidatin. Çfarë do të thotë? Në qoftë se nga të 6 do të zgjidhet një tjetër, ajo që propozuat ju. Çfarë do të thonë ata deputetët që e kanë lidhur firmën me kandidatët humbës? Pra mos i ngatroni procedurat. Prandaj thash që ky avokat i popullit na nxjerr pa ndarjen e madhe që kemi kampet tona. Kush e njeh ligjin, kush e njeh shtetin, kush ka disiplinën dhe kush punon për të fituar. Ju vazhdoni, ngatroheni, paraqisni 6 kandidat dhe pastaj zgjidheni për ata 6. Problemi nuk është opozit mazhorancë. Problemi është që ju nuk gjeni dot veten tuaj dhe kandidatët që propozonin mëngjes nuk i propozonin drek, pastaj vjen i madhi i propozon në darkë, edhe në mëngjes ngatroni prapë nga e para. Sot mëngjes keni qenë me emër tjetër, këtu në sallë dolet me emër tjetër. Zoti Balla kishte fjalën. E kam dhënë për zotin Balla, e kam dhënë fjalën. Hyri për replik zoti Klosi. Zoti, Nuk ju përmend juve zoti. zoti kryetar, ky moment i rendititës është më i rregulluari në rregulloren e kuvendit. Ka ardhur një kërkesë për ndryshim të rendititës. Spostim, heqje, si doni ju. E keni sjell sipas rregullores 24 orë përpara. Deri më tani, zoti kryetar, jemi në shkeljet hapur të rregullores se ende nuk kemi dëgjuar argumentin përse duhet ta heqim këtë çështje nga rendititës. Kanë marrë fjalën disa, njëri thot i bie patkojit, tjetri i bie goshtës. Asnjëri prej folësve deri tani nuk ka sqaruar publikun përse kjo çështje duhet iki nga rendititës. Dëgjova batuta, dëgjova tallje, njëri fliste për Lepuj, po hyt ke Lepujt, duhet flisni edhe për Zagarët, sepse Lepuri në prit e qit Zagari. Dhe po hyt këtij diskutimi, bujrum se do ju lexojun listën pastaj. Ju lexojun listën. Ti flet për Lepuj, unë do flas për Zagar. Po i hyt kësaj pune. Prandaj ta tregojun. Po, tani. Ju that këtu, madje në letrën që citoi kryetari i kuvendit, keni cituar progres raportin, thoni aty depolitizimi, se emërtesa të politizuara. T'ju them të drejtën, mua më vjen keq që ju talleni me një persekutuar politik si Besim Drejgjoni. Keni vite me radhë që e gënjeni,
sepse të gjithë e dini që Besim Drejgjoni nuk zgjidhet dot në atë institucion se nuk e le ligji se ka mbushur 70 vjeç. Por me qenë se unë jam 81, thot njëri, hajtë se po bëjmë dhe këtë 77. Po nuk bëhet dot. Nuk të le ligji. Ju talleni me Adriana Kalam. Po ti s'merr vesh ka ligjet, po do ta shpjegoj unë. Po, patjetër. Ky zotëria duhet dali për jashtë. Unë e ndërpres fjalën derisa nxirrni për jashtë zotrin. Faleminderit. Nxirre për jashtë atë zoti kryetar.